Kam përsëri disa gjëra të reja nga Shein dhe e para që dua t'ju tregoj është ky seti që kam veshur që është shumë i bukur në ngjyrë çokoladë, i lirshëm. Materiali nuk e di se çfarë ka, po ngjan pak a shumë si lino. Më pëlqen ky detaj i krave që është i gjerë edhe treçereksh. Gjëja që më pëlqen më shumë është ngjyra. Ngjyrë çokoladë super i bukur. Yes, është e çupave, thank you. Më pas kështu. Nuk e di nëse ka ngjyra të tjera, se do marr edhe ngjyra të tjera. Diçka tjetër që kam për vete është ky fustani, super i bukur. Sa e pash tek fotoja që kishte bërë Shein, asaj modele se rinte super yll dhe thash ta marr. Këtë vit nuk e vesh dot, por vitin tjetër e sigurt që do ta vesh në ver. Tani shpresoj që kur ta provoj të më rri mirë në trup, se kam provuar, po besoj se do jetë okay. Ka këtë detaj nga fundi shumë të lezetshëm, i thjesht edhe shumë i bukur. Fustani tjetër është ky që e kam marrë për mamin. Këto llojet, këto prerjet, këto modelet janë fix fustane të bëra si me porosi për mamin tim, sepse ajo i preferon edhe i mban shumë edhe i rrin fix. Maksimumi mund të rrin çik gjatë nga këmbët, po ato që janë të gjatë i pret, i shkurton. Shumë i bukur. E shikoni çik nga afër ngjyrën. Me këto lulet, shkoka dhe më thonjtë mi. Ka këtë mëngën me frut, edhe kjo gjë më pëlqen. Edhe një detaj tjetër i vockët janë këto kopsat që i ka të mbuluara me copën e vet. Shumë i lezetshëm ky. Ky tjetri. Edhe ky shumë i bukur. Mami ka flokët e verdha edhe kjo ngjyra jeshile i shkon shumë me flokët. Kanë pak a shumë të njëjtin model me këtë që ju tregova. Ky thjesht vjen edhe me rrit të cilin ke mundësi t'ja lidhësh në mes. Ta shikoni edhe këtë nga afër. Edhe ky ka ngjyrë shumë të lezetshme, ngjyrë qumshti edhe këtë jeshilen të lezetshme. Një model tjetër që është jeshil me të bardhë, ky është në fakt i gjelbër, po është kështu i thjesht fare për shtëpi, për dita. Jam e sigurt që ky do t'i rri i madh, i gjatë nga këmbët, do t'i duhet ta shkurtoj. Më pëlqen shumë edhe ky dhe ka copën pak a shumë si ky që ju tregova, domethënë shumë copë butë, goxha e lezetshme. Ka këto lule, nuk e di se çfarë quhen, po lule yll. Edhe mamit i pëlqeu shumë si model, kjo ka rëndësi. Dhe këtë duhet ta shkurtoj sepse është shumë i gjatë. Ky është i fundit, edhe ky është i thjesht fare, ky është më i holli, domethënë ky do 10 minuta ta lash ta thash, edhe ta veshësh prapë po deshe. Super i thjesht edhe ky bardhazi ka këto mëngët një çikës, jo japoneta mam siç i kishin këta dy të fundit, po një çikës më të rëna në supë. Këto ishin të gjitha gjërat që kisha marrë nga Shein për këtë bashkëpunim. Shihemi në video tjetër.